إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله falenderimet dhe lavdërimet I përkasin vetëm Allahut të madhëruar, atë e falenderojmë dhe vetëm prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje prej Allahut që të na ruaj nga të keqijat e vetvetes tonë dhe nga të keqijat e veprave tona. Kë e udhëzon Allahu në rrugën e drejtë, nuk ka kush që ta humbë, dhe kë e humbë Allahu I madhëruar, nuk ka kush që ta udhëzoj dhe drejtoj në rrugën e drejtë përveç se me lejen e Tij. Dëshmojmë dhe deklarojmë se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, ashtu siç dëshmojmë dhe deklarojmë se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe I dërguar I Tij sallallahu alaihi wasallam. O ju vëllezër musliman, o ju njerëz, ki janë I frikën Allahut me një frikë të denjë, ashtu siç e meriton I madhrishmi, dhe dijeni mirë se prej shkaqeve më të mëdhaja që e largojnë njeriu nga Allahu, e largojnë njeriu nga Kur'ani, e largojnë njeriu nga përmendja e Allahut, është edhe dëgjimi I muzikës, që sot muzika I ka kaplu shtëpit e besimtarve. Më përpara nuk futeshte dot muzika në shtëpinë e besimtarit. Besimtari e kishte shtëpinë me Kur'an të mbushur plot, saqë gumzhonte shtëpia, jehonte shtëpia me Kur'ani. E në kohë sot me ka ardhur një kohë shumë e keqe që kemi marrë shembullin e jo besimtarve, të cilët në çdo moment dëgjojnë muzikë. Edhe ne jemi bërë për aty, Allahu na ruajtë Rabbel Alamin. Pra besimtari në shtëpinë e vet ka lejuar që të futet muzika. Kjo diçka e shpifur dhe devijuese. Muzika vallahi është devijuese. Nga imani I fortë që kishin besimtarët dhe besimin e fortë që kishin, që nuk e lejonin, ju dobësu imani, ju lehtësu logjika e tyre, u bën mendje lehtë, u bën pa logjikshëm, saqë e lejuan këtë vepër të shpifur, të ndyrë, dhe që është gjuna pa Allahu te bareke ve teala. Madje më besimtarët sot I kanë mësuar dhe emrat e këngëtarëve, kanë mësuar fjalë për fjalë këngët e tyre, madje I këndojnë ato. Dhe sa herë që jepen ndonjë emision, ata e ndjekin me vëmendje të dëgjojnë historinë e një këngëtari I cili devijon njerëzit nga rruga e Allahut te bareke ve teala. Por ne duhet ja kemi frikën e Allahut, të largohemi nga kjo vepër e shpifur dhe e ndyrë dhe gjunah, se pasha Allahun muzika nuk ka dyshim që është gjunah dhe haram dhe ndaluar, por muzika edhe të devijon shpirtin e zemrën, muzika të dëmton fen tënde dhe ahiretin tënd. Wallahi nëse ka pas dyshim dikush për jush, dhe për çdo besimtar, pa nëse ka dyshim çdo besimtar se muzika është haram apo halal, le të dëgjoj ajetet e Kur'anit dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që janë të shumta. Dhe o vëllezër, po ju them që besimtarit vërtet I mjafton vetëm një argument që ta kuptojë se muzika është haram. Allahu I madhëruar thot në Kur'anin famullar: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Thot Allah I madhëruar, nuk I takon as një besimtari dhe besimtareje që kur vendos Allahu dhe I dërguar I Tij për një çështje, që ata të ndërhyjnë dhe të vendosin edhe ata për një çështje. Subhanallahu, thot kush e kundërshton Allahun dhe të dërguarin e Tij sallallahu alaihi wasallam, me të vërtet ka humbur qartë nga rruga e drejtë. Pra, çfarë thot Allahu në këtë ajet? Nuk I takon
Nuk ka drejt një besimtar që kur Allahu një argument tek me sjell për diçka që e ndalon, nuk I takon besimtarit të bëj filozofia dhe thotë po jo kështu, po jo ashtu, po lejohet këtë rast, jo në atë rast. Jo, në momentin që Allahu thotë kjo gjë ndalohet dhe I dërguari I Tij, nuk na takon neve të ndërhyjmë. Prandaj neve si besimtar, na mjafton vetëm një argument që të kuptojmë se muzika është haram dhe të largohemi prej saj. E ndërkohë që argumentet janë shumëta, po neve na mjafton vetëm një. Çfarë thotë Allahu më dhuron në surën Luqman? Thot: "Wa minan nasi man yashtari lahwa al-hadithi li yudilla an sabilillahi bighayri ilmin wa yattakhidhaha huzwa." Që thotë Allahu më dhuruar, ka prej njerëzve të devijuar, të cilët sajojnë fjalë boshe, për t'i devijuar njerëzit nga rruga e Allahut me padijen e tyre, me paditurinë e tyre, dhe të tallen me këto, pa për të tallur me fena Allahut te baraka ve taala, pa në sajt të kësaj muzike që këndon dhe këtyre fjalëve të boshe që I thot. Pa Allahu po ta cek qartë, ka për njerëzve që sajojnë fjalë boshe dhe muzikantët sajojnë fjalë boshe. Wallahi fjalë boshe që të nxisin për vrasje, për imoralitete, për të kthyer në drograt e shpifura e kështu me radhë. Pra thot që ti devijojnë njerëzit me paditurinë e tyre. Pikërisht këta do të kenë dënim të dëmshëm nga Allahu te bareke ve taala. Shi çfarë thot Allahu në vazhdim? Thot ke ajeti tjetër. E kur tu lexojnë atyre këtyre njerëzve ajetet e Allahut, ajetet e Kur'anit, ata I kthejnë shpinën sikur nuk I kanë dëgjuar fare, dhe sikur kanë tek veshët e tyre, domethënë shurdhim, sikur janë të shurdhuar. A e kuptoni o vëllezër subhanallahu çfarë dëmi si muzika? Pra ata e dëgjojnë muzikën dhe kur vjen puna me dëgju Kur'anin, çfarë bën ai? I mbyll veshët e tij, largohet nga Kur'ani dhe nuk I merr këshillat e Kur'anit, saqë kur I thua ki frikë Allahun o robi I Zotit, ki frikë Allahun se kjo është gjuna, thotë ai se na çmendën me këto gjunahe. Pse? Sepse muzika ja ka nxirr zemrën dhe nuk mund të rri muzika bashkë me Kur'anin. Mjafton fakti që muzika me Kur'an nuk rin bashkë, të kuptosh se ajo është haram. Pra o vëllezër, kemi kujdes se wallahi Allahu mund të na devijojë zemrat tona me dëgjimin e muzikës. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha në një hadith të saktë që transmetoi ke Buhariu, Allahu më shëroft, thotë do të vi një kohë, do të ketë tek populli im, tek populli Muhamedit sallallahu alaihi wasallam disa njerëz që do ta lejojnë, thotë, do ta lejojnë imoralitetin, do ta lejojnë, thotë, alkoolin, do ta lejojnë mëndafshin për meshkujt dhe do të lejojnë edhe mjetet ose veglat muzikore. Ka më qartë se kaq? Pa ka cek, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam I ka cek, do të lejojnë alkoolin, do të lejojnë imoralitetin, do të lejojnë mëndafshin për meshkujt, se për femrat mëndafshi është I lejuar, dhe do ta lejojnë edhe për meshkujt, dhe çfarë do lejojnë tjetër? Do lejojnë edhe muzikën. Pra do të lejojnë mjetet ose veglat muzikore. Pa ta qartëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qartë. Dhe këto janë njerëzit të këqij që e lejojnë ato që ka ndaluar Allahu I madhëruar. Që do thotë muzika është e ndaluar, ata do ta lejojnë. Subhanallahu el-azim. O vëllezërit e mi, muzika sjell shumë dëm pas Allahun. Një prej dëmeve që sjell muzika është ta vulos zemrën. Ta vulos zemrën. Largohesh prej Allahut. Ta nxin zemrën. Nuk kupton më. Madje unë di njerëz që thotë unë kam 30 vite në Islam dhe dëgjoj Kur'anin, thotë, shumë e dëgjoj Kur'anin. Mi po dëgjon edhe muzikë ky lloj personi. 30 vite në Islam, dëgjon Kur'an, shumë. Ama kur vjen fundi, dëgjon edhe muzikë. Dhe pashallahu, po tash atë person nuk ka asnjë dallim, nga 30 vite që është udhëzuar deri tani, asnjë dallim, nuk është larguar nga gjunahet e kështu me radhë. Sepse ati nuk po I bën dobi Kur'ani, nuk mund të ri Kur'ani me muzikën, nuk mund të ri drita me errësirën bashk, nuk mund të ri domethënë dielli dhe hëna bashk, që të bëhet edhe errësirë edhe dritë s'ka. Prandaj Kur'ani është dritë. Ose do pranosh ata që thonë që muzika është halal, ose do pranosh edhe muzika është dritë, edhe kështu del prej feje, ose do thosh muzika është errësirë, Kur'ani është dritë. Dhe kështu vetë ti ja vërteton vetes tënde që muzika është haram. Dhe ja shembull kryesor, imagjino 30 vite me dëgju Kur'an, dëgjon shpesh. Dhe thot një moment caktuar, 5 minuta apo 10 minuta dëgjon muzikë. Ky dhe personi që e kam has personalisht, wallahi nuk e ka frikën Allahut.
do më thonë shan, ofendon, e shumë rallë. 30 vite në Islam, ai do të bëheshte njeriu më i mirë, po akoma vazhdon në të keqen e tij që ka pas para 30 vitesh. Po ashtu o vëllezër, muzika të largon nga përmendja e Allahut te bareke ve teala, të largon. Pra në vend që ti ta përmendesh Allahun, thosh subhanallah, i larti o Allah, elhamdulillah, falënderimet të takojnë ty o Allah, subhanallah, i patmeta je ti o Allah. Në vend që të thuash këto fjalë, Allahu Ekber, Allah është më i madhi, ti qa bon kënon të fjalët e ati muzikantit, fjalë devjuse. Po ashtu o vëllezër, muzika është shkak për shku një moralitet, si që thot edhe Fudejl ibn Iyadi, është shkak për të çu një moralitet, sepse çfarë bëjnë këngëtarët? Kënojnë për dashuritë e vjetra. Dashuritë e vjetra, që rikujton ato gjunahet, dhe pastaj i rikthehen në gjunahet e mëpashme. Subhanallahu alazim. Ai tash mund të jetë martuar, kujton dashurinë e vjetër. Apo dikush tjetër përmend gjoksin e femrave, apo buzët e femrave, apo faljet e femrave, sa të bukura i ka kështu me radhë, duke i përshkruar dhe kështu i tërheq rinin dhe ata të vjetrit i tërheq për një moralitet. Përshkruan çdo pjesë të tyre intime të femrave, Zot na ruaj vallahi. E pashallahu kjo është devijimi i qartë. Disa të tjerë ftojnë për vrasje, to që quhen sot repera, për vrasje, shtyn rinin për vrasje me këngët e tyre. Disa të tjerë duke fol për drogën, i shtyn rinin për me pi gjërat, domethënë që janë haram, siç është lëndët narkotike e kështu me radhë. Pashallahun, muzika nuk sill asnjë hajër. Betojmë me Allahun e Madh që nuk sill hajër. Abdullah ibn Mas'udi dhe të tjerë, po Abdullah ibn Mas'udi, pa ata jetin që citova shpar, që thot Allahu ka për njerëzve që sajojnë fjalë boshe për të devijuar njerëzit e tjerë nga rruga e Allahut me padijen e tyre dhe për të tallur, thot Abdullah ibn Mas'udi, Allahu pashallahu është betuar 3 herë. Ky sahabi i nderuar është betuar 3 herë. Ka thënë pashallahu, Allahu ka për qëllim muzikën këtu. Dhe mjafton pastaj sqarimi që dham ke hadithi i Buhariut që thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do ta lejojnë muzikën një pjesë e ummetit tim, Allahu na ruaj. Dhe sot po e shohim që po e lejojnë. Madje disa këndojnë edhe ilahi me muzikë. Thotë është e lejuar muzika, s'ka gjë, unë po kënoj gjë të keqe. Pashallahu, kjo akoma më keq. Ti përzin fjalën e Allahut me gjunah. Ta kënon për Allahun ai, flet për Allahun, ton për mirë, ndërkohë që mjetet ato veglat muzikore mbrapa duke të singëruar dhe duke bërë atë muzikën e vet. Subhanallahu alazim. Kemi kujdes o vëllezër, se do të devijojë Allahu zemrat dhe s'ka udhëzim më për ne. Prej dëmeve që sjell muzika është që nuk lejohen të futen në shtëpi me lajket. Sepse nuk ka mundësi të futen me lajket në një shtëpi ku këndohet muzikë, ku dëgjohet muzikë. Do futen shejtanët, zëvendësohet me lajket e shejtanët. E në atë shtëpi që futen shejtanët nuk ka më mirësi, pashallahu. Në atë shtëpi që ka shejtan, nuk ka bereqet në atë shtëpi. Ka vetëm zënka, ka vetëm ndarje, ka çdo lloj të keqe të mundshme. Të largohemi o vëllezër, ta zëvendësojmë Kur'anin me fjalën e Allahut te bareke ve teala. Prej dëmeve që shkakton muzika është që nuk ta mundson momentin e vdekjes të thush la ilaha illallah. Po pasallahun kemi argumente bashkohore që të tregojnë disa dietar nga vendet arabe për disa të rinj që dëgjonin muzikë aq shumë sa e kishte bërë tradit veten dhe vjen një moment që ai aksidentohet, bën aksident. Ndërkohë që ka setofoni i makinës të gumzhu me muzikë. Telefoni po cigronte dhe binte muzika edhe aty. Kishte vënë përzile muzikë. Dhe i thon shokët e vet, thuj la ilaha illallah. Agoni vdekjes ishte aksident i rënd. Ai kënonte këngën. Pashallahun, se mundsoj Allahu e vdiq ashtu. Prandaj o vëllezër, edhe prej dëmeve që sjell kjo muzikë e shpifur e përhapur, është që edhe s'ta mundson të thon fjalën la ilaha illallah në fund të jetës, Allahu na ruaj. E kjo është humbja më e madhe. Mos më thën fjalën la ilaha illallah me të cilën do të hyj në xhenet, që është çelësi i xhenetit, kjo është humbja më e madhe. Sikur kjo të jetë humbja, mjafton. Vetëm mos më thën fjalën la ilaha illallah në momentin e vdekjes, kjo është humbja që më nuk rikuperohet. Nuk kthehesh dot më mbrapsh. Nuk i kërkon dot më Allahut ti thosh Allah më kthe. Mbaroi çështja. Prandaj ne kemi kujdes, mos i shohim emisionet që promovojnë këngëtarët, mos dëgjojmë në radio muzikë, mos themi ai një sekondë se dëgjova. Edhe ato video që nuk kanë për qëllim muzikën, pra ai del dikush bën reklam apo sqaron diçka. Nëse ka muzikë brenda mos e dëgjoj. Mos e dëgjoj vëllezër. Ka disa video që janë me titra, edhe pse flet shqiptari e përkthen edhe titra poshtë. Nëse ka titra video dhe ka reklam,
ule muzikën dhe shif titra çfarë po thot, çfarë po reklamon. Nëse ke interes për atë reklam. Për ndryshe, s'ka. Nëse s'ke asnjë lloj dobie, mos e shif fare, mos u fut fare në atë temë. Se pash Allahu devion zemra, pastaj do të bëhesh prej të humburve. Allahu na ruaj te Rabbel Alamin. A nuk po shikoni sot se sa shumë janë shtuar këngëtarë dhe këngëtaret, saqë është prej shenjave të kiametit shtimi i këngëtarëve dhe këngëtareve. Është prej shenjave të kiametit dhe kjo shenjë është plotësuar tashmë. Po ti shohësh, të kërkosh në rrjetet sociale, internet apo YouTube kudo, po ti shohësh janë me mira këngëtar, me mira këngë devijuese dhe që nuk bëjnë asnjë lloj dobie pashallah. Prandaj o vëllezër, të kemi frikën e Allahut. Ti kthehemi Allahut. Nuk besoj se këto ajete nuk janë të qarta. Pashallah janë të qarta si drita e diellit. Edhe këto hadithe janë të qarta si drita e diellit. Nëse mas kësaj ti vazhdon të dëgjosh muzikë, dije se përfundimi e ke të keq. Pashallah unë di njerëz personalisht që kanë filluar me dëgju muzikë dhe postojnë muzikë dhe nuk i ndajnë muzikës, dhe kur i këshillon për hir të Allahut, ai të dëgjon për një moment, por mbrapa, as 5 minuta më mbrapa ai fillon të poston prap muzikë, sepse si bën dobi me Kur'ani, i është mbyll zemra. Prandaj thot Allahu i madhruar, kella bal rana ala qulubihim. Thot Allahu nuk është ashtu siç mendojnë ata që muzika është halal, apo çdo gjë tjetër që mund të mendojnë njerëzit. Thot por zemra e tyre është e nxirr dhe kështu nuk pranojnë asgjë prej gjërave të fesë, as këshillat, as Kur'anin, madje disa kur dëgjojnë Kur'anin ç'a bëjnë? Largohen. Bollullah, na mërzita Allah, e mbyllin veshët. Musliman, pesbakli, nuk e duron dot Kur'anin. Pse? Sepse muzika është zëvendësuese e Kur'anit për të, jo për çdo besimtar, se besimtarët e vërtet largohen. Besimtarët e vërtet ndalohen nga kjo vepër e shëmtuar, nga ky gjunaj shëmtuar që i cekëm dëmet e tij. Wallahi, vetëm dëmi që sjell, domethënë në momentin e vdekjes mjafton siç tha. Në momentin që muzika s'ta mundson dot Allahu me për shkak muzikës, me thon la ilaha illallah, ti ke marru, s'ka lidhje, në shtëpi s'futen me lajket apo ku ta di unë. Kjo është diçka e vogël, po ta krahasojmë në momentin me vdekjes që s'mundsohet, që nuk të mundsohet dot me thon fjalën më të madhe, fjalën la ilaha illallah, me të cilën do të futesh në xhenet. Allahu na ruaj, Allahu na përmirësoft. Allahu na fal dhe na mëshiroft. Allahu na ju zov zemrat dhe mos na i devijoft ya Rabbel Alamin. I largoft musliman nga muzika, nga kjo vepër e ndyrë dhe e shëmtuar, e cila ka shkaqe, domethënë sjell dëme shumë të mëdha, dhe lut Allahun e madhruar që Allahu na fal për shkak se kemi kundërshtuar atë duke dëgjuar muzikë. Besimtarët kanë kundërshtuar Allahun për ndalesën që ka bëu Allahu dhe kanë kundërshtuar edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu na përmirësoft gjendjen, Allahu na fal, Allahu na udhëzoft e na drejtoft. Allah shpërblet ndjenja, alhamdulillahi rabbil alamin.